Nëse ke plan të vizitosh Pragën, kjo është videoja që duhet të shohësh para se të nisësh. Do të ndaj me ty itinerarin perfekt për 3 ditë, por dhe detajet që shumë njerëz zjarojnë, që nga citi pas të aplikacione që të duhen, ku të hash dhe si të kursesh kohë. Nga Tirana në Prag mund të fluturoni direkt me Wizz Air ose Ryanair. Fluturimi zgjat rreth 2 orë dhe me pak fat mund të gjeni biletën nga 30 deri në 60 euro vajtja ardhje. Nga aeroporti mund të merrni autobusin Airport Express deri tek stacioni qendror. Bileta kushton 4 euro dhe zgjat 35 minuta. Për biletën mund të pagoni direkt te shoferi me kartë. Për akomodim, unë zgjodha Hotel Salvador, i cili ndodhet vetëm 5 minuta në këmbë nga kullu astronomike dhe qyteti i vjetër. Pozicioni është perfekt pasi çdo atraksion kryesor është i arritshëm me këmbë dhe pranë ke stacione tramvaji dhe metro, të cilat të çojnë në çdo zonë të qytetit. Shkarku aplikacionin Pidli Taçka që të blesh bileta të transportit publik online. Mund të marrësh 24 orë ose 72 orë Travel Pass që vlejnë për tram, metro dhe autobus. Dita parë fillon me një shëtitje në sheshin e vjetër të Pragës dhe në kullën astronomike, një nga simbolet e qytetit. Mos harro të kapësh momentin kur orët bien dhe figurat lëvizin. Pastaj do ecni drejt Charles Bridge, një ndër urat më të bukura në Europë. Mbrëmjen mund ta përfundoni në Sky Bar Cloud9 për një darkë ose një gotë me pamjen fantastike mbi lumin e qytetit. Dita e dytë nis me vizitë në Kalan e Pragës, e njohur si kështjella më e madhe në botë. Brenda kompleksit ndalohet te katedrala e Shën Vitus dhe te Golden Lane. Bileta kushton rreth 10 deri në 14 euro dhe ke akses në shumë ndërtesa historike. Pas dite ndalu për drek në një tavernë tradicionale, ku mund të provosh pjata klasike si zvitshkova dhe gulash me bukë dhe dumplings. Mbrëmja është ideale për të provuar një xhiro mbi lumin Vltava, opsioni më mirë dhe më i qetë për të parë qytetin të ndriçuar natën. Ditën e tretë, eksploro pjesën moderne të qytetit. Vizito statuën rrotulluese të Franz Kafka, një instalacion që zuhet humbur. Më pas, ndalo te ndërtesa unike Dancing House ose siç e quajnë ndryshe Fred and Ginger. Gjatë kohës që lëviz, mos harro të provosh ëmbëlsirën më të famshme të Pragës, chimney cake, e cila është perfekte për në rrugë. Për në fund, një shëtitje në porogicët e lagjes Malastrana, një nga zonat më romantike të qytetit, është mënyra ideale për të mbyllur këtë udhëtim. Nëse ke në plan këtë vit të vizitosh Pragën, ruaje këtë video dhe bëj tag dikë që do marrësh me vete në këtë qytet magjik.